Në sheshin e të imbushur me banor të fshatit Lukov, por dhe të ardhur nga Shën Vasili dhe Nivica, kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Petro Gjikuria, ka zhvilluar takimin përmbyllës elektoral në këto fshatra. Në fjalën e tij, Gjikuria ka falenderuar për mbështetjen e dhënë dhe në kandidimin e tij për Bashkinë Himar. Ai e ka vendosur theksin tek premtimet e dhëna nga qeveria Rama dhe kreu i bashkisë Tavo, të pambajtura ndër vite. Gjikuria thot se krahas pronës, oligarkët po i grabisin Lukovës edhe detin. Ju më të shumtit më njihni nga viti kaluar. Unë ato që dua të them janë, nuk do them të njëjtat gjëra. Po juve kur të mirrin fjalën më vonë të më thoni, ato që u thoshja vjet në Bear, është bërë ndonjë gjë, keni parë ndonjë ndryshim? Që erdhën këtu dhe ju premtuan, edhe ju premtuan, edhe ju premtuan. Na premtuan gjën e parë për shtëpit, keni marrë shtëpit. Çfarë keni marrë? Keni marrë pronat. Me një fjalë e kuptoni që ata bëjnë të njëjtën gjë. Premtime dhe asgjë. Pse? Që të na mbajnë të lidhur, të na mbajnë të varur me një premtim bosh. Duhet të dini që ata përdorin gjithë makinacionet që kanë, po na marrin detin, po na vjedhin detin. Me këtë det janë rritur familjet tona. Me këto baçet kanë punuar, kanë derdhur djerës, kanë derdhur gjak. Na morën detin, na morën pronat. Të bëhemi mor një herë bashkë, tu tregojmë. Juve keni qenë bastion i mirë, edhe keni treguar dhe me Fred Belerin, e treguat dhe me mua, dhe unë dua t'u falenderoj dhe t'u them bravo ju qoftë. Bravo që qëndroni dhe ngrini zërin. Në këtë takim, Gjikuria është shoqëruar nga kreu i PBD1, Vangel Dule. Dule tregon se më parë nga Lukova nisi fitoria e madhe e bashkisë e Fredi Belerit, teksa shprehet i bindur se prej Lukovës do të vijë fitoria e radhës. Ne jemi të pafuqish, ne jemi të dobët, qeveria mund të na në përkëmb, Edi Rama mund të na imponohet. Këtu, nga Lukova, nga Piqerasi, nga Himara dhe nga të gjitha fshatrat e bregut, nisi ajo që nuk mund të besonte askush. Në fillim thoshin, Fredi Beleri nuk mund të zgjidhet. Edhe pse e burgosën, Fredi Beleri u zgjodh kryetar bashkie. Çfarë ndodhi më pas? Fredi Beleri u zgjodh edhe eurodeputet. A e mbani mend një shprehje të Edi Ramës? Nëse hyrja jo në Bashkimin Evropian varet nga Fredi Beleri, në djallë të shkojë edhe ajo, tha. Eurodeputeti Fredi Beleri, një prej mbështetësit më të mëdhenj të fushatës së Gjikurisë në Himar, ishte prezent gjithashtu, pavarësisht angazhimeve në Parlamentin Evropian. Beleri garanton banorët se së bashku me zotin Dule dhe Gjikuria, në Parlamentin e Shqipërisë, si dhe përfaqësimin e tij në Parlamentin Evropian, problemet më të mëdha të banorëve do të zgjidhen. Këta njerëz meritojnë një Shqipëri më të mirë dhe duhet këtë Shqipëri ta kërkoni ditë e natë dhe të mos i falni njeriu, të mos lini njeri të vendos për juve. Në një vend normal, ku ka progres, ku ka mirëqenie, 12 vjet për një qeveri janë shumë. Këtu nuk ka asgjë. 2013 të premtonin ujë 24 orë, keni 3 orë në javë, thot, në Lukov. Drita 3 në muaj. Pra, edhe sikur të ishte një vend normal me progres dhe me infrastrukturë, me probleme të zgjidhura, 12 janë shumë. Duhet t'i japim mundësi rotacionit. Duhet të provojmë një qeveri tjetër. Këtu nuk është bërë asgjë. Qa premton tani të premton në Edi Rama një pasaportë evropiane. Nuk varet fare nga Edi Rama hyrja e Shqipërisë apo jo në Bashkimin Evropian.